e fëmijëve, në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës nuk dëgjoheshin vetëm avionët që ngrihen e ulën në pistë, zhurma valigjeve apo njoftimet për udhëtarët. Këtë herë, hapësirat e aeroportit u mbushën me zëra të fëmijëve, këngë, vallëzime dhe buzëqeshje. Aeroporti mblodhi qindra fëmijë nga mbar Kosova, të cilëve mirëseardhje u uroi drejtori i aeroportit, duke vlerësuar energjinë dhe entuziazmin e tyre. You look really, really good. With full of energy. Bravo. Congrats. I will not take too much of your time. Congratulations. Wish you a very great day. Please enjoy the moment. Bravo. Zëdhënësja e aeroportit Valentina Gara tha se këtë vit kanë zgjedhur ta shënojnë një qershorin përmes aktiviteteve muzikore dhe edukative. Siç e dini, do të thotë data 1 qershori festohet pothuajse jo vetëm në shkolla, mirë po në të gjitha institucionet aty ku ka fëmijë. Edhe këtë vit aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës ka vendosur që të bëj një aktivitet të tillë, duke ftuar fëmijët cilët i përkasin rrethinës ku ne operojmë me biznesin tonë, po ashtu edhe të gjithë fëmijët tjerë, meqense se ka qenë një thirrje publike. Përveç festës, u bë edhe lansimi i një libri të dedikuar posaçërisht për fëmijët, i cili synon t'i njohë ata më afër me procedurat që i presin në aeroport gjatë udhëtimeve ajrore. Libri do të shpërndahet falas fëmijëve edhe gjatë vizitave të ardhshme shkollore në aeroport. Ajo çka është më e rëndësishmja sot është se sot do ta lansojmë edhe librin për fëmijë, i cili është një libër ku tregon fëmijëve se çka duhet të kenë në aeroport, si duhet të veprojnë në raste të caktuara, siç janë kalimi nëpër pikat e sigurisë e tjerë, meqense ndonjëherë mund të jenë stresuese. Prandaj kemi lansuar këtë libër i cili do të dhurohet të gjithë fëmijëve falas sot, dhe po ashtu gjatë vizitave të cilat i kemi pothuajse çdo vit nga institucionet parashkollore, ato deri në klaset e ulta. Ne do ta dhurojmë këtë libër falas në mënyrë që të gjithë fëmijët të njihen me procedurat dhe proceset e një fluturimi, qoftë edhe atëherë kur udhtojnë për herën e parë. Atmosferës festive ju bashkua edhe kori i fëmijëve Okarina, i cili interpretoi këngë kushtuar fëmijëve, por edhe këngë me motive patriotike. Sipas udhëheqëses së korit, Elikona Hysaj Shala, emocionet nuk munguan, pasi për shumë fëmijë kjo ishte hera e parë që performonin në aeroportin e Prishtinës. Performancë nga kori i fëmijëve Okarina ka ardhur si rezultat i besimit që ka edhe aeroporti i Prishtinës në punën tonë dhe që ka ndjek hap mas hapi, po ashtu dhe që këngët të cilat dedikohen edhe për një qershor, edhe për me tema patriotike, lidhen ngushtë me pikërisht me vendin që jemi në aeroport. Fëmijët me të vërtetë janë të emocionuar sepse është hera e parë e tyre që këndojnë në aeroportin e Prishtinës, me çrast edhe po lidhet edhe dita mjedisit, edhe dita e fëmijëve dhe kemi shumë arsye për të festu, po përmes edhe kësaj feste, përmes edhe këngëve të cilat kanë simbolikën e vet, edhe bëjmë thirrje në farë mënyrë përmes këngëve që të trajtojnë dinjitetshëm fëmijët, të trajtojnë barabart, të gëzojnë të drejtat e veta ashtu siç i takon përmes, do të thonë edhe përmes konventës mbrojtjes së drejtave të fëmijëve. Ajo tha se puna me fëmijët mbetet një nga përvojat më të veçanta dhe më të bukura për të. Bishkërisht ajo lumturia, ma heq komplet atë lodhjen, sepse është një ndjenjë shumë e veçantë, shumë e bukur është me punu me fëmijë. Të gjithë tash fëmijët e ndjejnë ndryshe gëzimin në çdo festë, në çdo ngjarje, sepse ata e dinë për çka po mundohen. Vështirësi e ka prapë se prapë atë vështirësinë e vet derisa ne i bashkohemi, sa takohemi, sa lidhemi. Vështirësitë janë mandej si në skenë, derisa bën provën e skenës, derisa dalin performancat. Asnjëherë ndoshta unë jam si pedagog, asnjëherë s'dal e kënaqur. Gjithmonë duhet dhe diçka më tepër, andaj kemi gjithmonë arsye për me punu shumë. Teksa këngët dhe duar trokitjet vazhdonin, edhe vetë fëmijët kishin urimet dhe mesazhet e tyre për këtë ditë të veçantë. I gëzuar krejt një qershori dhe në të kalojnë mirë. Na dishëm ju thonë të gjithë fëmijëve që mu gëzu sa ma shumë për një qershorin edhe mu bashku edhe me festu. Unë deshta më ju thonë që urime për një qershorin dhe do ta festojmë së bashku te aeroporti Adam Jashore. Për një qershor kemi pas shëtitje prej shudës
Dhe kemi ardhë te aeroporti për një qershur të festa, për me lyftyren, me bë muargëtu. Një qershori është një ditë për mu shumë e mirë sepse është një ditë e fëmijëve, çdo një qershor ne dolim dhe festojmë. Si për shembull kemi shkuar në Zllatin tek pishat, kemi ngrënë ushqim dhe pastaj erdhëm tek aeroporti Adem Jashari. Dhe ke një festa e një qershorit u vizatuam dhe luajtëm pak. Sot eksperienca më ka pëlqyer mas shumti, se jena ngjyrës, kena shku, kena lyt me lodra, që kemi pikturu fytyrën, edhe që kena po maskutat. Disa shfletonin librin e ri, të tjerë vallëzonin dhe këndonin, por të gjithë kishin një gjë të përbashkët, po e shijonin një qershorin në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës.